Rezonanca e gjirit. Dhe më thonë, kur kemi këtë bëjmë shembull se mamografia ka metoda të ndryshme. Është mamografia ka evaluar në për etapa të ndryshme. Nga ajo analogo që ka qenë përpara me zhvillimin përmes filmave të cilat janë zhvilluar, deri tash kemi që cilin edhe posedojmë në full field digital mamograf. Pastaj është pjesa 3D mamografia apo mamografia me tomosintezë, e cila bëhet kryesisht te femrat që kanë gjith dens. Është edhe bota që ka filluar ta përdorë këto 5 vjeçarin e fundit është mamografia me kontrast. Edhe jepet kontrasti që përdoret për ekzaminimin me CT për arsye se dihet se mamografia, ekzaminimi me mamografi bëhet po ashtu me rrezë X dhe detekton kontrastin e CT-s një kur si me CT si me mamograf e detekton. Këto janë disa ende nuk përdor mbar bota, por janë disa vende të regjionit që kanë treguar një përvojë jashtëzakonisht mirë të përdorimit të mamografisë me kontrast. Edhe diagnostikimit të rëndësisë diagnostikimit jashtëzakonisht hershëm. Ndërsa te rezonanca magnetike, gjithmonë kur kemi të lezionet të dyshimta, lezionet është jashtëzakonisht vogla, cilat mamografia dhe ultrazoni ende na lënë me dyshimin se a do të shkojmë kamalin apo do të shkojmë te benigna, na tregon kontrastimi i rezonancës, do të thonë se gjithmonë kur kemi kalcifikate, por ende nuk kanë marrë formën patologjike, po kanë evoluar, do të thonë ashtu numri pe mamografi pe vitit kalon ke vitin arshëm ashtu numri. Neve na vjen edhe një dhënë e tjetër që ta vërtetojmë sakt a jemi të zhvilluar një proces apo nuk është, dhe në këtë rast më shumë të na ndihmon rezonanca magnetike, e cila tregon, domethënë gjithmonë te gjini nuk bëhet pa kontrast, kur nuk bëhet pa kontrast, e cila i ka sekuencat e veçanta të cilat përdoret para kontrastit dhe ekzaminimi dinamik, do më thonë qësh fillot para kontrastit deri te periudhën e minutat të ndryshme, qësh absorbën se dihet se me një periudhë kohore sa merr kontrast, cilat janë malinjet e benigne qësh e marrin kontrastin dhe kanë kurbat e caktuara të cilat tregojnë se si kontrastohet. Apo mbas formës në cilën shifet, do më thonë merr shpejt, eliminon shpejt. Do më thonë janë shumë sene të cilat na ndihmojnë jashtëzakonisht shumë të lezionet të cilat mamografia dhe ultrazoni nuk janë shumë të nuk janë